Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. I lexojmë këto ajete surës Mu'minun, në të cilat Allah na i përshkruan në mënyrë detale besimtarët e vërtet. Dhe ajo surja e ka emrin besimtarët. Flet për besimtarët dhe emrin ashtu e ka. Dhe Allah e fillon atë sure duke thonë me të vërtet kanë arrit besimtarët. Kanë arrit besimtarët. Do thonë cilësia e parë e besimtarëve është besimi i tyre i sinqert, që besojnë në Allah dhe besojnë në atë në të cilën Allah azza wa jalla i urdhëron ata që të besojnë. Atë cilësia e dytë thotë ata të cilët e ruajnë namazin, ata të cilët qëndrojnë në namaz me përulësi. Do thonë janë të përulur gjatë faljes së namazit. Cilësia e dytë, mas besimit me njëren dhe me to, me cilën, sukur na mi thonë Allah tash, o Allah, kush jenë ata besimtar, qysh t'i njohëm na besimtar? Cilësia e parë, jenë ata të cilët qëndrojnë në namaz me përulje. Më thonë, ti përdojnë me ditë qysh o njeri besimtar, kur ta shifsh të u falë, s'ka dyshim, besimtar është. Pa marë parasysh, a ka dopsia, mangësia, tash besimtar, aj vetë se cilësot ashtu. Kanë arritur besimtarët ata të cilët janë të përulur, qëndrojnë me përulje në namaz. Cilësia e dytë, ata të cilët ju largohen kotësira, dhe kotësira quhen në fe çdo fjalë apo vepër e cila nuk të bën dobi. Ajo është kotësirë, është gjë e kotë. Ju largohen gjërave të kota. Dhe cilësia e tretë, do të jenë ata të cilët e realizojnë zekatin. Japin lëmoshën obligative që Allah ja ka bërë obligim. Dhe cilësia e katërt thot Allah i lartësuar, janë ata të cilët i mbrojnë organet e tyre nga imoraliteti. Thonë nuk janë të pamoralshëm. Nuk janë të pamoralshëm. Dhe cilësia tjetër në vijim, thot janë ata të cilët e ruajnë amanetin dhe i mbajnë angazhimet. E ruajnë amanetin dhe i mbajnë angazhimet. Kur të angazhohen e majnë fjalën deri në fund. Dhe cilësia tjetër prap Allah na përsërit thotë, dhe janë prap ata të cilët i ruajnë namazet e tyre. I ruajnë namazet e tyre. Këto janë cilësitë e besimtarëve, me të cilat Allah po i cilëson në surën kapitullin besimtar. Kanë arritur besimtarët, janë besimtarë, të cilët qëndrojnë namaz me përulje. Cilësia tretë, të cilët e largojnë nga gjërat e kota, fjala apo vepra. Cilësia katërt, e realizojnë zekatin. Cilësia e pestë, ruajnë nga imoraliteti. Cilësia e gjashtë, e mbajnë amanetin, e ruajnë amanetin dhe i mbajnë angazhimet kur të angazhohen. Dhe cilësia e fundit, prap përsëritet, janë ata të cilët e falin namazin, e ruajnë namazin, bëjnë kujdesje për ta. Allah pastaj i inkurajon duke ia premtuar vendin më të lartë në xhennet, thotë ata janë trashëgimtarët, të cilët do ta trashëgojnë Firdausin, vendin më të lartë në xhennet, pozitën më të lartë, dhe do të qëndrojnë për gjithmonë në atë vend. Dhe do të qëndrojnë për gjithmonë në atë vend. Këtu janë vëllezër dashur cilësitë e besimtarëve. Patjetër që ai i cili e lexon Kur'anin dhe ka besim të mundohet mu pajis, mu eduku me këto edukata. Dhe rëndësia e përsëritjes namazit 2 herë në cilësimin e besimtarit dëshmon që namazi është qelës kyç që dëshmon që ti je besimtar. Dhe përsëritja e namazit në fillim dhe në mbarim këtyre cilësive na përkujton çka? Na përkujton që ai i cili e fal namazin mirë po, nuk i përmbush ato cilësi tjera, nuk është në rregull namazi i tij. Diçka nuk është në rregull, se mukon të ishte namazin në rregull, namazi e orienton e udhëzon ato cilësi tjera. Për këtë arsye se ato u përthekuan gjitha në mes namazit 2 herë u përmend namazi dhe u përthekuan ato cilësinë to. Domethënë, namazi i mirë të shtyn mi kry edhe çato tjera. Me mbajt angazhimin, me mbajt fjalën, mukon besnik, mukon njeri i cili i largohet i moralitet, njëri moral shumë, e kështu me radhë. Mirë për njëkohësisht kuptohet që njeriu i cili nuk e fal namazin,
edhe pse i ka ato cilësi, prap nuk e ka përthëku çështjen e besimit. Hala nuk është besimtar i mirëfillt, që shpreh Allah. Shpesh ne ndëgjojmë njerëz duke thonë, këta falen mirë po bojnë kështu e ashtu. Dhe kjo është në rregull. Njeriu i cili falet nuk normalisht prej tij, nëse është i sinqert, nuk doan me rrjedh. Mundet me gabu, mirë po në esencë nuk rrjedh e keqja për njeriu i cili është i sinqert kur e fal namazin e tij. Do të thotë, na ndëgjojmë njerëz, këta falen po bojnë kështu. Kjo në rregull është. Këta falen bojnë kështu. Nëse njeriu falet dhe ka i moral të keq apo sjellje të keqe, nuk e mon angazhimin, ai njeri namazi i tij është një pyetje e madhe se sa është i pranuar te Allah. Ai do të më përmirësu çështjen lidhjen e tij me Allah. Se më kanë të ishte namazi që shdohet, patjetër i përthakon edhe këto tjera siç e përmendëm. Mirë po njëkohësisht ti, i cili nuk falesh, mirë po pretendon që ki e mon fjalën e ki sjellje të mirë në rregull. Pse s'falesh Allah? Qose e beson Allah në azza. Edhe ti nuk je i mirë. Edhe ti e ki një mangësi. Ti po akuzon atë për sjelljen e tij me krijesat e krijuesit. Kurse veten po e harron në gabimin që ti po e bën sjelljen tonë me krijuesin, drejt për drejt. Atëherë dije që njeriu i cili falet po ka sjellje të keqe, nuk është i mirë. Unë nuk po e gjykoj, nuk po e ngrej gishtin te dikush se s'm lejohet. Unë do të me kthy gishtin ka vetja ime, e dopt, më sfuari. Se me veprat e mia hyn varr. Po, edhe ti me tuat. Po. Mirë po, kjo është këshill. Kjo është këshill. Njeriu i cili nuk falet, nuk është i mirë te Allah. Dhe këtë Allah e thot në Kur'an, nuk është besimtar i plotësuar. Është një pikë pyetje e madhe te çështja e besimit. Mirë po njëkohësisht njeriu i cili falet dhe bën immoralitet dhe nuk e mon fjalën, tradhton, rran, gënjen, edhe ai njeri nuk është në rregull, është një pikë pyetje e madhe te namazi i tij. Dhe në këta dy njerëz nuk ka mundësi mu çujt te Allah si të mirë pa i plotsu dy shtyllat me të cilat ndërtohet të mira edhe hyn njerëz në xhennet, devotshmëria ndaj Allahut dhe sjellja e mirë me krijesa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si transmeton Abu Huraira, Allah qoftë i kënaqur me ta. Thot, ka thënë i dërguari i Allahut, një njeri e pyeti një herë dhe i tha, o i dërguari i Allahut, cilat janë veprat që më së shumti të fusin në xhennet? Tha, devotshmëria ndaj Allahut dhe sjellja e mirë me krijesa. Devotshmëria ndaj Allahut dhe sjellja e mirë me krijesa. Patjetër, se ki çale pa i bashku të dyja. Përndryshe nuk je njeri i mirë. Po e lan jonën, nuk je i kompletuar, derisa ti plotësosh çete dyat. Derisa ti plotësosh çete dyat.